Rikonstruimi I rrugës së Shtipit në Tetov ka filluar në muajin tetor në kohë fushate të zgjedhjeve lokale, por ende nuk ka përfunduar. Qytetarët ankohen si për pastërti ashtu edhe për shëndet dhe automjetet e tyre që u dëmtohen çdo herë që e kalojnë këtë rrugë, ndërkaq vrimat të mëdha të kanalizimeve mund të përbëjnë kërcënim edhe për jetën e njerëzve, sidomos për fëmijët. Valla kjo duhet sa më prek, aq më mirë është. Me u regullat që popullat e kalon, këto merë kjere, ma të I prishin kjere të vetë. Po mosat ma zilum gjalli, mosat ma keq. Ma keq duhet bëhet, për këto njerëz që janë me mjenden tama, shumë mërja, odha. Nga komuna e Tetovës tonë se asfaltimi I rrugës do të bëhet brenda 2 javëve. Albiona Lili premton se pas përfundimit të vendosjes së ansorëve, do të fillohet menjëherë me asfaltim dhe se qytetarët nuk deken më këtë breng. Në bazë të komunikimit që kemi pasur me kompaninë përgjegjëse, është sot domethënë janë duke u vendosur ansorët dhe brenda 2 javë pritet të asfaltohet edhe rruga e njëjtë. Arsyeja e vonesës së përfundimit të kësaj rruge sipas Alilit janë kushtet klimatike jo të favorshme për të punuar. Shkaku nga ana e kompanisë, shkaku I kushteve atmosferike, disa ditë ka qenë e pamundur të punohet, por sigurisht tani kanë filluar me punë dhe brenda ditëve besojmë se do të jetë gati. Përndryshe edhe shumë rrugë të tjera në Tetov kanë nisur në kohë të zgjedhjeve, por ende nuk kanë përfunduar. Të njëjtin fat me rrugën e Shtipit, e ndan edhe rruga Kuzma Njosifovski Pitu, rruga Sami Frashëri dhe disa rrugë të tjera për të cilet ka raportuar televizioni Koha, që si pasojë e mos ndërtimit në kohë, qytetarët nuk mund të lëvizin lirshëm.